Në asnjë lloj krimi që i bëhet në jetës së një shqiptari, jeta e shqiptarit është pa vlerë, është komplet një qenie. Si të vjen dy po të ishe fëmija? Të ishte fëmija im, unë do isha kaçak maleve, o vlla. Ose do më kishe ikur fiqiri, do e kisha lëshu pllumat. Ti ke gjyshër. Mirë se ti për shembull je djalë i ri, mund të kesh 2 fëmijë zëm. Po. Edhe për të kushtuar jetën e një fëmijës tjetër që e ke gjallë, nuk ke çfarë bën. Ti ke gjyshit o valla që ndërron do të rrojë deri në 100 vjeç ai. Dhe pampers gjyshi. Po. Se merr patllakën gjyshi dhe të bëj vetë gjyshi si dalë atje përpara dhe thotë shiko pa, se më bëre këtë gjë. Ti thot doktorit më vrave nipin, më vrave fëmijën, thotë çka do mbasi gjyshi. Gjyshi me pampers është. Gjyshi dhe po shkon në burg do t'japin cigare gjyshi, do ta nderojnë atje do kënaqet, o gjyshi, je gangster dali. O bisha, kupton. Gjyshi do ketë jetën më të bukur jetës vet. Do vdesit trim pun fare. Do të vdisha do vdes në burg do të shkova mora hakun e nipit tim. S'ka një hak. Nuk ka hak në doktora, nuk ka hak në asnjë lloj gjëje, në asnjë lloj krimi që i bëhet në jetës së një shqiptari, jeta e shqiptarit është pa vlerë, është komplet një qenie. Vdish, sa keq, nof. Çfarë do ham sot për darkë?